Universiteti Fan Stilianoli në Korçë ka organizuar një cikël të hapur leksionesh mbi kujdesin për kuajt, të mbajtura nga Felipe Korea, pedagog nga Universiteti Estonez i Shkencave të Jetës. Këto leksione kanë qenë të hapura për studentët e menaxhimit veterinar dhe mjekësisë veterinare, veterinerët dhe të gjithë apasionuarit pas hipizmit. Shkëmbimet e stafeve janë fitimprurse për të gjithë ne, për gjithë pedagogët, për gjithë universitetin, pasi ne marrim dhe mësojmë nga njëri tjetri, mësojmë le të themi metoda të reja të mësimdhënies, por dhe informacione nga kërkimi shkencor që këta profesorë mund të kenë kryer në universitetet e tyre. Njëkohësisht është tepër e vlefshme sepse ata sjellin dhe përcjellin dijet më të fundit kundrejt studentëve tanë dhe kundrejt të gjithë atyre të cilët kanë nevojë fermerët të dëgjojnë diçka konkrete, praktike dhe logjike në menaxhimin dhe mjekimin e sëmundjeve në kafshë të fermës. Ne kemi një marrëveshje bashkëpunimi midis dy universiteteve tona. Jam këtu për të ndarë eksperiencën time me studentët dhe këtë e bëj me të gjitha vendet që kanë nevojë për ekspertizë mbi kujdesin për kuajt. Unë kam zgjedhur të trajtoj ato tema që janë më të prekshme dhe më të domosdoshme mbi trajtimin dhe menaxhimin e shëndetit të kuajve. Ky cikël leksionesh vjen si një mundësi e çmuar për të zgjeruar njohuritë mbi shëndetin dhe kujdesin veterinar për kuajt, duke sjellë përvojën dhe ekspertizën ndërkombëtare në këtë fushë.